Dashi. Sot nuk ja vlen të mendoni gjatë para vendimeve, sepse çdo detaj i vogël mund t'ju ndalojë pa nevojë. Në çift, mos u fokusoni te çështjet e vogla, hyni në panoramë të gjerë për të gjetur paqen. Beqarët duhet të shmangin joshjet e lehta, pasi imazhi juaj mund të dëmtohet pa dashje. Në punë, shprehni idetë tuaja pa hezitim. Shefat duan iniciativa dhe zgjidhje të reja. Situata financiare do jetë e vështirë, ndaj anuloni çdo shpenzim shtesë pa domosdoshmëri. Kushtojini rëndësi mirëqenies suaj fizike dhe mendore për të qëndruar vigjilent. Sot prishni rutinën me diçka të re për ta mbajtur shpirtin të gjallë. Demi. Sot mund të zgjoheni me humor të rënduar dhe pa dëshirë për veprim. Në çift, refuzimi i kompromisit mund të çojë në përkeqësinë të atmosferës dhe ndarje të përkohshme. Beqarët, në anën tjetër, do përjetojnë takim të ëndërruar pikërisht kur nuk e prisnin. Në punë, profesionalizmi juaj do bëjë të mundur realizimin e objektivave pa shumë përpjekje. Fati yjor ju mbështet, prandaj mos e minimizoni rolin e yjeve. Financat kërkojnë kujdes, menaxhoni buxhetin me maturi për të shmangur ankthim. Një bisedë e sinqertë me një mik mund t'ju rikthejë energjitë pozitive. Binjakët. Optimizmi do jetë mik i pandarë sot, duke ju dhënë pamje të reja për gjithçka. Në çift, marrëdhënia pas debative do mbushet me ngrohtësi dhe mirëkuptim. Beqarët do jenë më të logjikshëm në flirt dhe mund të përjetojnë një surprizë të këndshme. Në punë, nisja e projekteve të reja me bashkëpunim do sjellë fryt, ide dhe përvoja të ndara do nxisin suksesin. Me shpenzimet, tregohuni të kujdesshëm për të ruajtur bilancin. Një mesazh inkurajues nga dikush i afërt mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Mos harroni të shkëputeni për një pushim të shkurtër që të rifreskoni mendjen. Gaforja. Ofroni vetes një qasje optimiste për të shijuar më së miri çdo moment të ditës. Në çift, ndryshimi i rutinës dhe eksperimentimi me aktivitete të reja do sjellë gëzim dhe afërsi. Beqarët, megjithatë, duhet të qëndrojnë vigjilent në dashuri, sepse vendimet e nxituara mund të çojnë në shkënim. Në punë, pranoni ftesat për projekte të reja, përvojat të papritura do ju çojnë drejt zhvillimit profesional. Financat do jenë më të qëndrueshme se më parë, por shmangni luksin e tepërt për të mbajtur qetësinë. Një këshill e marrë pa filtrat emocionale mund t'ju hap horizonte të reja. Luani. Gjatë kësaj dite, mos lejoni përshtypjet e gabbuara t'ju trazojnë. Analizoni pa nxituar. Në çift, jetë do favorizojnë ngrohtësinë në komunikim, duke forcuar lidhjen me partnerin. Beqarët do jetojnë ndryshime pozitive dhe mund të nisin një histori të re të rëndësishme. Në punë, prezantoni idetë tuaja me guxinë, sepse bashkëpunëtorët mund t'ju mbështesin në mënyrë të paparashikuar. Financat kërkojnë kujdes, shmangni investimet e teskajshme. Mbani disa para anash për raste emergjente dhe pritshmëritë tuaja do përmbushen. Sot një vështrim i ri mund t'ju ofrojë një mundësi të ardhmë. Virgjëresha. Sot do ndiheni në krah të diellit dhe uranit, që sillin frymëzim dhe energji pozitive. Në çift, dita do jetë aq e bukur sa do ndjeni se jeni në ëndër, me zemra të rrahura dhe buzëqeshje të përhershme. Beqarët, pas mesditës, mund të ndeshin njerëz mjaft interesant që zgjojnë kuriozitetin. Në punë, mbroni vendosmërisht idetë tuaja, drita jeshile për projektet tuaja mund të vijë nga shefat. Në planin financiar, këmbëngulja ju ndihmon të zgjidhni problemet dhe të siguroni stabilitetin. Bëni një hap krijues që mund t'ju sjellë fryte afatgjata. Dëshorja. Sot duhet të jeni shumë të kujdesshëm në çdo veprim për të shmangur keqkuptimet dhe surprizat. Në çift, vigjilenca është thelbësore. Mos lejoni që ndikimet e jashtme të prishin balancën dhe ruani besimin me partnerin. Beqarët duhet të tregojnë durim dhe të mos hedhin hapa impulsiv, sepse mund të humbasin mundësi të vlefshme. Në punë, ambicia juaj do të bëjë përshtypje, por mos i injoroni këshillat e kolegëve. Marsi favorizon planin financiar, por shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur stabilitetin. Bëni një plan kursimi afatgjat për sigurinë tuaj. Kujtojini vetes që objektivat më të mëdha arrihen me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm. Mbani qetësinë edhe kur situata ndryshon papritur. Akrepi. Energjia e sotme do ju mbush me lumturi dhe do ndjeheni të lirë të shprehni veten. Në çift, jetë favorizojnë pasionin dhe harmoni, shfrytëzojeni për të ofruar më shumë me partnerin. Beqarët mund të humbasin rastet romantike nëse përqendrohen vetëm në karrierë, gjeni ekuilibrin mes të dyjave. Në punë, imagjinata krijuese do ju çojë drejt zgjidhjeve origjinale dhe projekteve inovative. Në financa, serioziteti në menaxhim do sigurojë stabilitet dhe do parandalojë gabimet e shpejta.
Mjeditet testuese mund t'ju hap horizonte të reja në fushën profesionale. Kushtojini vëmendje detajeve teknike para se të zbatoni ndryshime. Një bisedë me një bashkëpunëtor mund t'ju sjellë një këndvështrim të dobishëm. Shigjitari. Dita do jetë e ngarkuar dhe shpërndarja e punëve mund t'ju shtojë stres, prandaj pranoni ndihmën e miqve. Në çift, përkushtimin ndaj detyrave profesionale mund ta lërë partnerin në hije, ndaj planifikoni kohën për t'u afruar sërish. Beqarët mund të shndërrojnë një miqësi të ngushtë në një histori dashurie, por veproni me maturi. Në punë, Mërkuri ju mbështet dhe përpjekjet tuaja do jenë të suksesshme, pavarësisht lodhjes. Venusi do ruaj financat në nivele të mira dhe mund të bëni edhe një dhuratë vetes. Konsideroni qëndrimet alternative për të rritur efikasitetin. Një pushim i shkurtër mund t'ju rigjenerojë energjitë për sfidat e ditës. Britsjapi. Sot do ndiheni më të lirë për të ndjekur dëshirat dhe do përjetoni kënaqësi të vërtetë. Në çift, stabiliteti do mbizotërojë, do komunikoni hapur dhe plotësoni dëshirat e njëri tjetrit. Beqarët do kenë njohje të reja interesante, por është më mirë të presin me durim për hapat e mëtejshëm. Në punë, dyshimet mund t'ju frenojnë, prandaj dëgjojini me kujdes këshillat e kolegëve për të fituar besim. Në planin financiar, motivimi ju ndihmon të bëni zgjedhje të mençura dhe të ruani bilancin. Një mundësi e papritur mund t'ju hap rrugë të re karriere. Mbani shënime të detajuara të shpenzimeve për të shmangur gabimet. Lutuni për durim para çdo investimi të madh. Ujori. Dëroni qetësinë në çdo situatë dhe kjo do jetë avantazh për ju. Për çiftet, reflektimi do ndihmojë të zbuloni gabimet e së kaluarës dhe të punoni së bashku për përmirësim. Beqarët do entuziazmojnë nga ftesat dhe mund të hedhin hapa të rëndësishëm, por mos nxitoni. Në punë, nëse keni qëndruar prej kohësh në të njëjtin post, suksesi dhe mirënjohja e shefave mund t'ju shkrijë pengesën. Në financa, gjendja nuk do jetë ideale, prandaj shmanni shpenzimet impulsive. Një ndërmjetësim i kujdesshëm me kolegët mund të zgjidhë keqkuptime. Mbani një plan rezervë për rastet emergjente. Një gjumë i mirë mund t'ju ndihmojë të përballoni sfidat me më shumë energji. Peshqit. Sot do merrni fatin me dorë dhe do dini saktësisht si të veproni në çdo rast. Për çiftet, dita do jetë e ngrohtë dhe plot momente të begata, me buzëqeshje të përhershme. Beqarët do jenë të paqëndrueshëm në vendime dhe nuk do dinë saktësisht hapat që duhen marrë, ndaj mendoni 2 herë para veprimit. Në punë ka ardhur koha të shpalosni planet dhe të ndani vizionin me eprorët. Nëse i pëlqejnë, mund të fitoni pozicionin e ëndrave. Me shpenzimet, shmanni spekulimet e rrezikshme, sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit në momentin më të papritur. Një këshill profesionale mund t'ju jap sigurinë që ju nevojitet sot.